Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim Rafaelo. Përbërësit janë hara kokosi, bajame, qumësh i kontesuar. Fillojmë përgatitjen. Hedhim qumshin të hara kokosit pak nga pak dhe përziejmë. Si kemi përzier, i vëm një bajame brenda dhe i japim formën. Dhe i luajm me hara kokosi. E lëm rreth një orë në frigorifer. Ky ishte përfundimi të dashur miq, nëse ju pëlqeu bëni like, subscribe, shihemi në video të radhës. Faleminderit.